Përshëndetje të nderuar miq, dita e djeshme ishte një ditë e çuditshme. Morëm vesh një lajm që na tronditi të gjithëve. Një ngjarje e pazakontë ka tronditur këtë të diel një nga komplekset më luksoze pranë liçenit artificial të Tiranës, ku një apartament është përfshirë nga flakët në rrethana ende të paqarta. Burime për mediat e bëjnë me dije se banesa luksoze i përket ish banores të spektaklit Big Brother, Francesca Murati, e cila kishte bler vetëm pak muaj më parë dhe kishte promovuar shpesh në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendje për shkak të çmimit të lartë të apartamentit dhe dyshimeve të ngritura në publik mbi burimin e financimit të tij. Sipas informacioneve paraprake, zjarri ka shpërthyer rreth mesditës në katin ku ndodhej apartamenti Muratit, ndërsa pamjet e shpërndara në rrjetet sociale tregojnë flakë të forta që dalin nga balkoni dhe një sasi të madhe të tymit të zi që përhapej me shpejtësi në katin përkatës. Dëshmitar nga ngjarja raportojnë për panik të momentshëm në radhët e banorëve, ndërsa forcat zjarrfikse mbritën në kohë për të lokalizuar dhe shuar flakët, duke shmangur një përhapje të mëtejshme të zjarrit në apartamentet e ngjitura. Fatmirësisht nuk raportohet për personat lënduar, ndërsa dëmet materiale në banesë janë të konsiderueshme. Brenda pak minutash ekipi i emergjencës evakuoi banorët e katit dhe kreu ndërhyrjen e nevojshme për të vendosur situatën nën kontroll. Zjarrfiksët dhe ekspertët e emergjencës civile po punojnë për të përcaktuar shkaqjet e rënies së zjarrit, që në këtë fazë mbeten të paqarta. Nuk përjashtohet asnjë pistë nga defektet elektrike deri te ndonjë pakujdesi e mundshme. Ngjarja ka nxitur sërish reagime të shumta në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës të Francesca Muratit kanë komentuar mbi fatin e keq që i kanë ndjekur pronën e saj të re, të cilën e kishte zbukuruar dhe reklamuar shpesh me video luksoze dhe postime që shfaqnin jetën e asaj në apartament. Madje disa komentues kanë aluduar se kjo ngjarje mund të jetë edhe një ogur i keq për personazhin, ndërkohë që të tjerët kërkojnë që të zbardhet plotësisht rrethanat e zjarrit dhe përgjegjësit nëse ka. Vetë Francesca Murati nuk ka reaguar ende publikisht lidhur me incidentin, ndërkohë që mediat po presin një deklaratë nga ana e saj apo përfaqësuesve ligjor. Kujtojmë se apartamenti i përflakur kishte qenë në qendër të vëmendjes vetëm pak kohë më parë, për shkak të spekulimeve mbi vlerën e tij që kapte disa qindra mijëra euro, si dhe për origjinën e të ardhurave me të cilat ishte bler ky objekt. Policia e Tiranës ka nisur hetimet për të zbuluar rrethanat e plota të ngjarjes dhe nuk përjashtohet mundësitë që brenda pak orëve të vim të japim një deklaratë zyrtare. Për momentin, kompleksi luksos ku ndodhet incidenti po ruhet nga efektivët e rendit në Tiranë. Unë shpresoj që të jetë gjithçka në rregull. Ky ishte lajmi.